për buj dhe shumë lajme të bukura. E mirë presim, Viola Dostin së bashku me Gjurmën. Emision Çfarë kënaqësie Diola, kënaqësie e madhe të kemi sonte bashkë me Gjurmën. Një dalje kjo jo shumë e zakonshme, këtë daljet me vajzat, me sa e di unë ki shumë pak, ose si ke fare? Me sa e di unë me Gjurmën nuk ka ndodhur asnjëherë, me sa mbaj mend domethënë Gjurma për herë të parë, po edhe kam qef që të ruaj nga kjo pjesa e ekranit. Si priti Gjurma aftesën? Apo të shumë dëshirë me orë në televizion sot? Po. A je shumë e kënaqur që kime dalje, kime bërë intervistë në moment? Po. Një kujtimi bukur. Do shta Gjurma ka emocione edhe kjo e kuptueshme patjetër, por me kalimin e kohës ta presim të rahatohet edhe vetë Gjurma e mandej vazhdojmë atë bisedën e këndshme që kemi përgatitur. Për ndryshe Diola si je, si po ecën vera për ty? Vera gjithmonë është turbo, sepse tani është edhe sezoni që vinë ata që jetojnë nga jashtë, edhe i mirëpresim me shumë dashuri, kemi më shumë punë se sa stinëve të tjera, thënë ashtu, për shkak të linjës së nutrikozmetikës, së doktor botanika, interesi shumë i madh, jemi gjithë kohën duke parë për formulat të reja, për si mund të përmirësojnë formulat që gjaj i kemi deri tani, kështu që mirë, shumë mirë. Diola pikërisht në temë na doli e zgjedh një nga 50 shqiptarët më të suksesshme në botë. Tregona si e ndjeve dhe si ishte ky proces. Po, me thënë të drejtën, kur të vinë kështu lajme të tilla, edhe pse ky është në fakt një lajm që ka disa vite, por ke një lloj krenarie, padyshim, po mendoj që unë jam një vajzë me këmbë në tokë, edhe jam një vajzë që çdo lloj arritje e marr si okej, çfarë do të shohim tjetër, çfarë do të jetë diçka tjetër më tutje. Ajo që është më e rëndësishme është që unë çdo punë që bëj, e bëj me shumë qejf, edhe nuk e bëj asnjëherë as për të marrë në një trofe, ose për nuk është gjëja që mua më intereson, nuk kam vuajtur asnjëherë për këtë pjesë, por mua është shumë e rëndësishme që të bëj punën që dua, dhe pse jo, sa të mundem që ndihmoj njerëzve që të ndërgjegjësohen për mënyrën më të shëndetshme të ushqyerit. Ky është qëllimi. Pjesa tjetër, a more ndonjë çmim, a je klasifikuar si ndër 50 shqiptarët më suksesshëm nga Business Magazine apo jo, ajo është një bonus, është një lloj kënaqësie, të jep një lloj adrenaline momentale, po aty përfundon. Puna vazhdon, domethënë. Kjo është gjë e më rëndësishme. Patjetër. Diola, për ndryshe, je gjithmonë e kuruar, edhe në fakt njihesh për mënyrën se si e mban veten, si paraqitesh, kohëve të fundit po të shohim pak më natyrale. A je kështu edhe në përditshmëri? Unë gjithmonë jam natyrale, edhe zakonisht në qoftë se ndjek intervistat e mia prej fillimit, mund të them që në 70% të këtyre intervistave dal me këtë rimelin, me këtë eyelinerin, kaq sa ditë bëj unë, ky është maksimumi, domethënë. Në shtëpi as nuk diskutohet që nuk ka më shumë se sa kaq, po shiko, edhe qëllimi im është që të ndërgjegjësoj njerëzit që të jenë sa më afër naturalitetit. Sot pjesa e kozmetikës, padyshim ka rolin e vetë, artistet që merren me kozmetik, make-up artistet, i adhuroj, i pëlqej shumë, domethënë për punën që bëjnë, por është e rëndësishme që atë lloj kozmetike që ne të zgjedhim sa më afër naturales, ose të paktën të jetë, për shembull, jeni tani në këtë studion televizive të mrekullueshme, duhet të jeni super të kuruara, padyshim, por pastaj përfundon. Nuk ka nevojë që të jesh 24 orë me atë grimin, sepse çdo gjë që vendosim në sipërfaqe të lëkurës shkon në sistem qarkullimi të gjakut, dhe lëkura është organi më i madh i trupit të njerëzit dhe na shkon domethënë në qelizë çdo lloj toksine që kemi në fytyrë. Diola, mendoj që kjo ka filluar me ndryshu pak tek vajzat e reja, tash janë më shumë të dhëna pas tyre skincare dhe i njohin më shumë e gjitha. Janë këto këshillat e njëjta që ja jep edhe vajzës së madhe, që të jetë sa më natyrale, sa më... Po ja, po nuk është që më dëgjon shumë. Është mosha. Është mosha, po ajo për ndryshe sapo është regjistruar në vitin e parë në stomatologji. Edhe ajo është pak artiste brenda, edhe ka qef ta bëj atë vizën si Kleopatra, i ka qef ato thonë të ketë gjithmonë të kuruar. Besoj që është fazë, sepse ajo është rritur nga një njerëz që nuk di të bëj një vizë në sy, domethënë. Si thash edhe në fillim, ky është maksimumi që di të bëj unë. Faleminderit.
dhe mendoj që është pjesë e procesit, edhe pse jo, shiko, mua më pëlqen shumë e bukura dhe padyshim jam shumë pro që çdo gos duhet të jetë e kuruar, duhet të vishet mirë, duhet të ketë higjen, se kjo është gjë e më rëndësishme, se ti mund të lyesh me llaç këtu sipër, po nëse nuk e ke higjenën brenda, nuk të vlen. Dhe të kesh dhe atë higjenën e trurit të më, pra ta kesh atë trurin e qetë, se ajo është gjëja më e bukur që s'deshe e reflekton, po që është me kohë. Gjurma, duke qenë se tash është sezona e verës edhe të gjithëve na pëlqejnë pushimet, ty atë pëlqejnë pushimet, plazhet, deti, ato lodrat e ujit? Tregoj që sa po i bleve, do me thëmë për të syzet, për të disa të njërë, se kudo që shkoni lënga i falë syzet. A i keni fillu pushimet, Diola? Me thënë të drejton, ne kemi qënë pushimet e para në plazh, i kemi bërë në cilin vend ishim, mami? Në Turki. Jo, më përpara, te ai shteti me O. Oman. Në Oman. Si kaluat aty? Kemi qenë aty edhe për neve ka qenë për herë të parë. Shumë mirë, ambienti ka qenë shumë i mirë. Temperaturat nuk kanë qenë shumë të larta, na kanë pritur mirë, ushqimi ishte i mirë, kështu që kemi kaluar mirë. Edhe udhëtimin tjetër e kemi bërë në Turqi së bashku, kështu që Turqia njihet që kush ka fëmijë një herë, i ofron të gjitha, ultra all inclusive aty, dhe kuptohet që ne nënat, kur shkojmë me pushime me fëmijë, nuk shkojmë asnjëherë me pushime. Do me të më them që deri tani me pushime kam shkuar se dje jam kthyer, për dje në fakt jam kthyer, kur ishim në Sardenja, që isha vetëm unë me Eroldin, se për ndryshe kur shkon me fëmijët padyshim kënaqesh shumë. Ato ishin pushimet që ishe juve. Po ishim pak më të qeta, se për të shijuar padyshim i shijoj dhe me fëmijët. Por që mirë, është e mbarë edhe në pushime. Gjurma, din not ti, ata kam mësu mami notin? Po. Ua, sa mirë, je mirë në not, do me thonë. E sa mirë. Diola e përmende në fakt që këto pushimet me fëmijë për çdo nanë janë pak më të ngarkume, më stresume, po tregon pak, a mërzitën vajzat kur i lën vetën në shtëpi edhe shkon me pushime vetëm me Eroldin këtë rast? Po së mërzitën se ato nuk janë asnjëherë vetë, kështu që janë shumë me fat gocat, sepse kur nuk ngelen vetëm, gjithmonë rrethohen edhe qëndrojnë me njerëz që ju japin shumë dashuri dhe përkujdesje maksimale. Këtë të voglën e kemi pak më të llastuar, se ato të mëdhajat, për shembull, më të madhen, kur i themi që hajde do vish me pushime, thotë, di qa shkoni juve se nuk dua unë të vi, vazhdoni. Por e vogla, kur e merr vesh që ikim diku me pushime, thotë, e mua. I falet gjurmë, si falet, së është edhe e vogël. Pret që ta marrim edhe gjurmë, megjithatë në të shumtën e rasteve, pushimet i kemi me gocat. Është gjë tjetër që unë nuk kam qef që ti reklamoj dhe ti nxjerrë shumë gocat, nëse keni vënë re në rrjetet e mia sociale, ka shumë pak. Shumë pak, gjurma, tek tuk, kur pi atë vajin e peshkut ose ato multivitaminat, po, për ndryshe e kurse imazhin e tyre. Jola, ku jemi tek pushimet, një gjë e cila kohët të fundit ka bërë shumë bujnë rrjetet sociale, ka qenë nëse duhet marrim me vete bukën ose jo. Nuk e di sa e ke po, për nëse të marrë me vete... Nuk e kam parë me thënë drejtën, po më intereson shumë. Ka qenë një interes shumë i madhe, një debat shumë i madhe që është bërë sidomos tek rrjetet sociale, cilat tashmë kanë atë rëndësinë edhe impaktin e vet, çfarë mendon Diola? Për ta marrë bukën me vete, po pse mos ta marrësh bukën me vete? Ajo është, unë mendoj që nëse do të krahasojmë ushqimin që bëhet në restorant dhe ushqimin që bëhet në shtëpi, ushqimi që bëhet në shtëpi ka më shumë dashuri. Edhe çdo gjë që bëhet me shumë dashuri të bën mirë edhe kur e konsumon ushqimin. Nuk po them që ushqimet në restorante nuk janë të mira, por unë si djalë, unë i shijoj të dyja. Ke marrë ndonjëherë? Po ka marrë, patjetër që ka marrë bukë me vete. Ka marrë zakonisht. Ka marrë më herët, ndoshta kur kam qenë mbasi deri në periudhën e adoleshencës, mund të them. Po më ndodh edhe kjo që kur shkoj për shembull kur shkojmë në për resorte edhe konsumoj mëngjesin, edhe ngel diçka aty, unë patjetër do ta marr me vete. Edhe jam edhe tipi që edhe nëse shkoj në restorante jo në pushime, po edhe në përditshmëri, ngelet ushqimi, unë jam nga ato që kam dëshirë ta marr me vete, sepse dua ta respektoj lekun që e kam dhënë, dua ta respektoj mundin e guzhunjerit që e ka përgatitur, se ai ushqim do hidhet në kosht edhe është gjuna. Kështu e mendoj unë, ky është perceptimi im të paktën. Dhe unë nuk kam fare turp që e marr atë ushqimin me vete, edhe që e çoj në shtëpi. Kështu që çfarë marr me vete? Po zakonisht kategorinë e frutave, se tani nuk është që mund të marrësh gjithçka. Ose mund të bësh për shkakun nga shtëpia, mund të bësh shumë mirë një sanduiç me kastraveca, me djath, po them më të thjeshtin fare, nuk po përfshitesh jo pa avokado, jo po.
Një sanduiç mund ta lyesh me pak vaj të ullirit, një flet djath, pak rigona të sipër, një flet domate, kastravecat edhe ujin. Për moment. Edhe ujin. Primi të ushqime, Diola, a ka ndonjë ushqim që ndoshta ja ke ndalu të themi kështu vajzave, duke qenë se je dhe shumë strikte, sepse edhe profesioni në fakt ta imponon një gjë të tillë. Po, ka shumë ushqime padyshim, sepse fëmijët gjithmonë janë të ekspozuar në shoqëri apo qoftë edhe nga familjarë të ndryshëm, të cilët mund t'i ofrojnë ushqimin që unë ndaloj. Dhe nuk është roli im si në këtë pjesë, është shumë herë më i vështirë se i gjithë nënave të tjera, edhe pse e di që ka shumë nëna që janë shumë të ndërgjegjësuara për ushqimin e shëndetshëm. Po edhe ky profesioni im të bën akoma më shumë të fiksuar, mbase edhe të proj ndonjëherë, por sido që të jetë e kam për të mirën e gocave. Cili është një ushqim që fëmijët e tjerë përdorin edhe hajnë shumë shpesh, shohin po vajzat nuk e kanë. Që nuk e kanë qef, por që unë nuk i lejoj. Jo, që nuk e kanë përdorur nuk mund të them, se mund të kenë ngrëmë shorazi meje edhe atë gjë nuk mund të them, po kryesisht të ushqime që janë super të përpunuar. Do me thënë kategoria e fast foodeve, është ajo që mua nuk më pëlqen, dhe tjetra që është shumë e rrezikshme dhe shpresoj që vajzat e mia mos i kenë konsumuar, janë pijet energjike. Pijet energjike, kafeina së bashku me sheqerin është një bombë për zemrën, jo vetëm për të rriturit, po aq më tepër për fëmijët. Ka pasur dhe disa të dhëna madje që kanë treguar raste që të fëmijëve që edhe kanë humbur jetën pas konsumimit të një pije energjike nëpër botë, jo këtu, kështu që shpresoj shumë që gocat të paktën për këtë gjë të më kenë dëgjuar. Gjurma, cili është një ushqim që e ki me qef kur ta përgatit mami, që të shijon më shumë ti? Shpagetat. Shpagetat! A i bën me ndonjë salt mami ajo? Po cili është një ushqim që shumë të pëlqen, po mami të thotë jo, kjo është e dëmshme. Po që të thotë ta merre Roldi pastaj, tregoja. Që mami ta ndalon, për Roldi ta jep. Që shkon ti te ai marketi pastaj aty dhe shkon e blend. Qa blendi një gjë? Qa blendi ti nza mami, që fshet as mami? Do njerë së mblen akullore. Akullore. Diola ndodh shpesh e Roldi ti lasdroj vajza, kështu po themi ti lasdroj, ti përkëthel. Ndodh gjithmonë, ose me gjurmën, se këte i kemi të voglën tonë. Edhe po e laston gjurmën shumë. Ndonjëherë, jo ndonjëherë, po sa herë që i themun që mos e ha këtë, kjo shkon. Gjurma e ditë kush me. E puth e Roldin, e merr me të mira, i thotë më bësh një xhiro këtu, edhe e di ai që kjo do të shkojë dhe te dyqani, të marrë dhe gjërat e veta aty, por që mirë, përpiqem të ruaj pak balancën, sepse patjetër nuk është mirë që ti jesh edhe super strikte, po unë e pranoj, ma bën është defekt profesional. Është vërtet e kuptueshme. Diola, kthehemi pak tek shtatzania me gjurmën. Si e kuptove lajmin, ose kujt ja tregove personit të parë me kë e ndove këtë lajm? Po, gocat, padyshim. Gocat kanë qenë të emocionuara, sepse gjithmonë ato kanë dashur edhe një motër. Unë për vete nuk kam motra, edhe fakti që kam 3 goca, thuhet edhe që kush ka 3 goca e ka parajsën, do me thënë, jo të siguruar, për nuk e di saktë si është ajo shpreha, por që e fiton parajsën në një farë forme. Kjo shpreha ndoshta edhe pak fetare, por që bekimi më i madh padyshim janë gocat. Si reaguan vajzat, Diola? Vajzat edhe ti, kur e kuptove që edhe një vajzë tjetër? Unë gjithmonë kam dashur shumë fëmijë dhe gjithmonë kam dashur goca. Do me thënë, gocat janë të pasvendësueshme. Mungesa e një motre gjithmonë më ka bërë që unë të ndroj të kem vajza, edhe Zoti është treguar shumë i mirë me mua, në shumë dimensione, në shumë aspekte të jetës time, janë falenderuse, mirënjohëse, edhe padyshim gocat janë bekimi im. Sidomos kjo e vogla e njerë, të trija padyshim i dua dhe nuk i dalloj, por ndoshta ju i thoni Zukarica e shtëpisë. E kjo është Zukarica. Po, kjo është e vogla, është sheqeri, është ajo qershia mbi tort. Sheqer në fakt me të vërtetë edhe po rrezaton kështu energji pozitive edhe pse po flet pak. A mund të themi që kjo mund të lidhet pak sepse kur ishe në sallë të lindjes ti ishe duke kërcyer? Po, e kam një skenë ashtu duke kërcyer, edhe po shiko, në të gjitha shtatzanit, në të treja shtatzanit e mia, për mua ka qenë shumë e rëndësishme që të jem me qetë edhe të jem e lumtur, edhe të kaloj mirë, mos ta lejoj stresin, këtu e jap si këshill edhe për gratë të cilat janë shtatzana, të mundohen në maksimum që mos të stresohen, sepse çdo gjë që përjeton ti, e përjeton edhe fëmia.
Pastaj të trija vajzat janë rritur kur kam qenë shtatzan me muzikë klasike, lëshoja Mozartin, lëshoja Beethoven, ju kam lexuar gjithmonë pralla, sepse unë jam një fëmijë gjithashtu që jam rritur me pralla, jam rritur me fabulat e La Fontaine, Dhelpra dhe Rusht për shembull që ka qenë për mua gjithmonë si kështu. E kam pasur në mendje që sa herë që një njeri nuk arrin diçka, thot lëre se nuk bën për mua. Kështu që me shumë dashuri gjithmonë i kam shijuar. Kanë marrë vajzat atë shije në muzikës edhe të librave që ti au ke përcjell? Të librave jo shumë, shumë e sinqert. Është edhe brezi, pa dyshim. Sot librat dukshëm janë zvendësuar me iPad, me telefon. Pastaj për muzikën, po, e duan muzikën, që të treja e duan muzikën. Edhe shijojnë, po thuaj se çdo zhanri muzikor, po si adoleshente janë më shumë, e duan shumë lyrical song, MC Creation, edhe po mendoj tekstet, këngët e tyre i këndojnë më shumë, po si doj që tjetë është çështje brezash, se nuk dua të futem shumë të kjo pjesa, është çështje brezash. E rëndësishme është që të kenë shëndet fizik dhe shëndet mendor. Pa tjetër, ajo është më rëndësishme, për të gjithë në fakt. Ti, Gjurma, a e ke ndonjë motër më favorite, kështu që të mbanë ma me hatër, ose që luan më shumë me ty, a veç me mamin je lidhur? Me Enjen. Me Enjen është goca e dytë. Enjen e kema përqip. Ajo luan me ty, a? Cila është loja e preferume që e bën? Edhe me mamin që e bën. Edhe me ty? Me qa luajmë neve me ato fletat? Shtetë qytet. Shtetë qytet. Kush është më e mirë aty, mami apo ti? Ma. Unë them që ti, a? Si duke që je edhe vajzë zgjuar, se ajo lojë kërkon edhe zgjuarësi kështu. Shumë e vërtetë. Ajo në fakt është një lojë shumë e thjeshtë, unë e ndava një ditë dhe në rrjetet e mia sociale, edhe kjo më thot gjithmonë që hajde ta luajmë atë lojën, unë i kam mësuar që të trija gocat me të. Është një lojë që e kemi bërë dhe ne kur kemi qenë fëmijë, shkruanim një flet me shtet, qytet, emër, bim, kafshë, etj. Kështu që ndihmon shumë edhe në fokusin e fëmijës, por që Gjurma sa herë që është ai shteti me o, unë asnjëherë nuk e gjej dhe Gjurma ma kalon. Cili është ai shteti me o, Gjurma, që mami nuk e de dhe Gjurma e den? Oman. Omani. A shikon Gjurma gjithmonë mami në televizion dhe cili është ai komplimenti që t'ja jep mamit kur është në televizion? Kur është mamin të televizori. Qa i thu mamit kërë është të televizioni? Sa bukur po dukat? Shumë e bukurie. Drita ime. Po, në fakt, kur shek dalit e mia televizive, pa dyshim, nuk është që kupton shumë atë pjesën e kontentit, se intervistat e mia më të shumë ta kanë bërë në aspektin ushqimor, por ma qonë për herë një foto, i thot motrës së vetë, më bëj një foto edhe qoja mamit. Edhe kjo ka dalë kështu. Do me të që foto shikoj ty. Për ndryshe Diola, vajzën e madhe, sa po e ke regjistru në fakultet, madje në kolegjin OAB, si ishte ajo ndjesi për ty që tash më vajza po hynë në një kapitull 3 tjetës? Po lere se ka marrë vetën akoma një. Okej, janë emocione, sepse kuptohet që kur i dedikohesh një fëmije, e pretë si nën atë pjesën e rezultatit, e pretë si nën që të bëj krenare në sjellje fillimisht, sepse për mua është shumë e rëndësishme sjellja e saj, është më e rëndësishme se sa notat, dhe pastaj padyshim edhe pjesa intelektuale dhe pjesa akademike. Po e donte si deg, ka luftuar, le themi, në formën e saj për ta marrë si deg, edhe unë thjesht uroj që të shtrohet pak më shumë dhe të lexoj dhe të jetë shumë herë më e dedikuar. Sepse sot, fatkeqësisht, po flas për të gjithë të rinjt, shoh një lloj tërheqjeje nga librat. Edhe unë jam shumë te librat fizik. Ndoshta për faktin sepse ashtu edhe jam rritur, po që shpresoj shumë që shiko, profesioni i saj dhe çdo lloj profesioni që ka të bëjë me shëndetin dhe me mjekësinë, prodhon heronj. Dhe ka njerëz që bëjnë betimin e Hipokratit, ka dhe njerëz që bëjnë betimin e Hipokritit, por që në përgjithësi, ata që dalin nga fakulteti i mjekësisë për mua janë njerëz të cilët kanë një mision shumë të madh në jetë, dhe shpresoj që çdo njeri që del, jo vetëm këtu nga stomatologjia, por kudo që të dali,
ta zbatoj me përpikmëri misionin e shenjtë, fisnik dhe human që ka, që të ndihmoj të tjerëve në aspektin shëndetësor. Domethënë ky është urimi im për të dhe ta marrë sa më seriozisht, domethënë pjesën e shëndetit nuk bëhet shaka. Unë jam pak e ndjeshme tek shëndeti, kështu që shpresoj të kaloj sa më mirë. Vjola, kjo periudha e adoleshencës, që sjell me vete vendime të rëndësishme në jetë, që është kjo e fakultetit dhe drejtimit që do e merr, sjell këto simpatitë e vogla, tema më të ndihshme, është hapur vajza e parë ose cili është më raku yt më i madh këto tema? Goca tashi 18 vjeç, kështu që padyshim që kanë filluar ato pëlqimet e para, si të gjithë neve që i kemi kaluar atë fazën. E rëndësishme është dhe lutja dhe dëshira që unë kam është që mos ta lëndoj askush, sepse thuhet që thyerja e zemrës është e barabartë me disa bypasse, domethënë në aspektin ashtu emocional. Kështu që shpresoj vetëm që të jetë e zgjuar mjaftueshëm, që të di të menaxhoj emocionet, por gjëja më e rëndësishme është që të jetë zonja e vetes, që nesër pas nesër mos të ketë nevojën t'ia shtri dorën askujt dhe mos të ketë nevojën që të thot po kur duhet të thot jo. Kjo për mua është shumë e rëndësishme. Është një shprehje që unë me pata lexuar dikund edhe e thash në një intervistë, pak ma morën për ters, me thënë të drejtën, edhe thoshte që një urim për 8 marsin dhe thoshte që uroj që vajza ime të mësoj artin e mosbindjes. Po jo në kuptimin e keq të fjalës, po në kuptimin e asaj që sa herë që ajo të ndjej që diçka nuk është e duhur, mos ta bëj, të largohet. Domethënë të bësh çdo gjë që ti e ndjen që po bën rrugtimin e drejtë, misionin e drejtë, dhe të bësh gjithmonë atë që të ndjen zemra dhe që e sheh që është e mirë për të bërë. Kur dhe shqip mos të shkelin të tjerët, në asnjë lloj dimensioni. Një mesazh i mirë ky në fakt për gjithë ata cilët po na ndjekin. Diola, në të njëjtën kohë vajza e madhe po e sheh mamin e saj në kulmin e dashurisë, duke jetuar ndoshta atë jetën e ëndrave. A do thotë kjo që dashuria vjen bashkë atëherë kur fare? Po, atëherë kur nuk e kërkon të vjen, kjo është shumë e vërtet. Vajza ime gjithashtu e di që unë në çdo segment jetës time kam bërë gjithçka që kam dashur. Nuk i kam marrë leje askujt dhe nuk jam dikuar nga asnjë lloj gjëja, i ka pëlqyer as i ka pëlqyer dikujt. Kështu që për këtë e di që i kam dhënë një mesazh shumë të mirë që do ta ndaj këtu një shprehje të Dr. Joe Dispenza, që unë e kam si moto të jetës time, dhe thotë, çdo gjë që nuk ka të bëjë me dashurinë duhet të vdes. Dhe unë gjatë gjithë kohës, çdo gjë që unë e kam parë që s'ka të bëjë me dashurinë, domethënë nuk ka qenë më pjesë e përditshmërisë time. Kështu që të trija këto janë rritur me këtë lloj imazhi, që të trija janë rritur me shumë dashuri dhe shpresoj shumë që dhe ato të largojnë nga jeta e tyre çdo gjë që s'ka të bëjë me dashurinë. Kur jemi te dashuria, nuk mund të mos flasim edhe për propozimin fakt që ta bëri Eroldi, një moment shumë i bukur ky për ty, por dua ta di se dukesh një person që nuk të ikën asgjë kështu. A arriti ta nuhasje sadopak apo ishte komplet befasi? Ore fare, do të thënë nuk. Ja bëjmë çefin e Eroldit. Jo. Do që ka qenë befasi. Jo, me thënë të drejtën, të gjithë miqtë mi të ngushtë edhe që ishin aty edhe mikesha ime ngushtë në Amerikë, janë të vetëdijshëm që asnjëri nuk e dinte, jo vetëm unë, edhe ishte surprizë, padyshim, por që mendoj që Zoti bashkon njerëzit që kanë qëllim të mirë me njëri tjetrin, kështu që unë jam e lumtur që po e përjetoj këtë ndjesi, dhe kjo është gjëja më e rëndësishme se sot vlen, domethënë nuk i di se çfarë ndodh nesër. E rëndësishme është të përjetojmë me të gjitha emocionet më të bukura këtë që kemi tani dhe t'japim maksimumin ton dhe versionin më të mirë të vetes ton me këtë që kemi tani. Gjurma, e ke parë të videon? Kur mami e ka marrë një unoz? Si që ndjetë? Që kanë që reagimet e tua? Ka pëlqy po besoj apo? Po. Vjola, si që reagimet e vajzave? Edhe ato koment, nësha mesazhi po nga ku është erdhe? Në fillimi kam treguar gocës madhe, edhe nga që kishim ndryshim në orar se ne ishim në Dallas edhe goca në Kosovë, dhe kur e ka parë në mëngjes, më ka marrë në telefon duke qarë, sepse ka qenë shumë e emocionuar. Ku është Bliza? Bliza. Edhe pastaj padyshim gocat kanë qenë të parë, dhe dyta ka qenë Nenja, edhe shoqëria padyshim njerëzit që neve na duan. Shiko, është bukur kur ti reklamon gjërat e bukura. Para disa kohësh lexova një gjë shumë të bukur, thoshte që është momenti
që ata të cilët e përjetojnë dashurinë e vërtet, ta shprehin sa më shumë, sepse në rrjetet sociale kemi shumë mesazhe kundra familjes. Kemi shumë mesazhe që thonë, jo, po ti bëja burrit kështu, mos ja bëj kështu. Po flas ndoshta në ekstrem feminizëm. Unë jam feministe, po në ekstrem feminizëm sa e bëjmë burrin totalisht të padobishme. Ne jemi të dy, domethënë, ne, burri dhe gruaja janë të dy krijesa që janë bërë për të jetuar së bashku. Dhe një ndër arsyet pse ne jo që nxjerrim foto, po arsyeja pse ne kemi dëshirë ta ndajmë këtë ndjesi është vetëm për t'ju dhënë mesazhin që pavarësisht që bota është e mbushur me shumë lajme të këqija, ekzistojnë dhe njerëz të lumtur, ekzistojnë dhe njerëz që ndoshta pas uraganeve që mund të kenë pasur në jetën e tyre, mund të takojnë njeriun e duhur dhe mund ta përjetojnë dashurinë sikur të jenë fëmijë. Domethënë kjo është e gjithë arsyeja edhe i gjithë qëllimi. Ne zhjojmë, gjërat e tjera nuk ka rëndësi. E vërtet. Diola, pas propozimit, natyrshëm vjen edhe dashma. Do thotë kjo që viti 2027 do t'jetë një vit i kurorëzimit dashurisë tuaj? Me kismet, nuk kam dëshirë të flasë shumë për dasmën. Po, të reja kemi, pa dyshim, se kjo pjesa e fejesës, pas fejesës pason martesa, por që nuk duam të themi asë një loj detaj, e rëndësishme është që, si ka thënë Gjo Dispensa, çdo gjë e bëj me shumë dashuri. Edhe përgatitje. Pak, për shembull, a do t'jetë dasëm e madhe, apo e vogël, fustonin që do e vesh Diola? Nuk kam bërë gati asgjë, nuk e di, me thënë drejtën ja kam lënë gjitha Heroldit, sepse ai është organizatori më i mirë që unë njoh edhe që ju njihni, me thënë drejtën se ju e njihni përpara meje, emrin e tij, kështu që ai është organizatori më i mirë, ai merret me gjithçka, ja kam lënë totalisht Heroldit, edhe kaq mund të them. Pjesën e organizimit po të besoj që ja ke lënë Heroldit, po këtë pjesën e fustanave s'po besoj, se këtu vajzat gjithë kemi pak me merak. A të pëlqen kështu me pa vetën në një vello të bardhë, të madhe, apo minimaliste si gjithmonë? Unë e kam stilin, shiko, Heroldi fillimisht ka shumë gusto, edhe në pjesën e veshjeve, çdo gjë që veshjem e marrim, si me thanë, dakordimin e njëri tjetrit, sepse të dy jemi njerëz me gusto, përderisa kemi zgjedhur njëri tjetrin. Ne vajzat jashtë më detajiste ndoshta. Padyshim, por unë jam pak më e thjeshtë, domethënë unë kam stilin ashtu pak më thjeshtë, megjithatë mendoj që ashtu si që janë vetë profesioniste, kam dëshirë që t'u alën në dorë profesionistëve, që e njohin natyrën time, edhe e dinë se qa pranoj dhe qëfar nuk pranoj, edhe kaq. Si doj që t'jetë, unë do jem e veshur me dashuri. Kjo ka rëndësi në fund të ditë. Mëse shumë ti. Gjithë shka bukur edhe ashtu si që të dy dëshironi. Nuk po t'ngacmoj më ndosëm, me zis po presim. Po të ngacmoni të shi. Jo. Pushimet, Diola, pushimet që të nuk i keni bërë ende, pushimet që keni planifikuar ndoshta i muaj i mjaltit. Por muaj mjalti nuk e di, nuk na ka shkuar mendja se shumë sinqerisht, unë dhe Heroldi dhe udhëtimin e radhës që mund ta kemi, se nuk e kemi caktuar akoma, tani nuk bëhet llafare njerë, sepse thash kemi aq shumë punë, sta nuk kemi mundësi që të shkojmë dhe të largohemi, por edhe udhëtimi i radhës nëse do t'jetë një udhëtim pune, do t'jetë një udhëtim që ne po shohim për një projekt tonin të ri të përbashkët që po bëjmë. Edhe mund të shkojmë në një shtet që të shohim se si janë ato pajisjet, ato gjërat që na nevojiten neve. Domethënë kjo është gjëja. Kurse udhëtim kështu vetëm qef edhe pa punë, edhe për hir të së vërtetës janë pak më të rralla udhëtimet tona që shkojmë vetëm për qef, se në përgjithësi në të gjitha udhëtimet që neve nisemi kemi ndoshta jo 50%, po një 30% i kemi punë. Pësa e shfrytëzoni brenda punës? Patjetër. Si unë edhe Heroldi jemi të dy shumë të lidhur pas punës. Ai është më shumë i dedikuar kundrejt punës, më duket që është njëri që punon 24 orë pa ndalur. E kjo është një tjetër arsye pse adhuroj. Dhe në çdo gjë, domethënë kudo që shkojmë do gjejmë një gjë për ta nxjerrë në emër të punës. Kështu që edhe udhëtimi i radhës do të jetë për punë. Njerë për njerë nuk kemi plane për pushime tamam. Do një surprizë, ndoshta atë, që Diola nuk e di. Ndoshta, nuk e di. Heroldi njerë në fakt për këto befasit, Gjurma, ku do doje ti të shkoje për pushime? A ke ndonjë vend të preferum? Cili është ai? Shfrytëzoje rastin sa e ke mamin këtu?
Hawaii. Hawaii. E dija që të thoshtë. Edhe gjurma. Goca mamit. Diola mboja këto mirë vesh. Vatë në vesh të themi. Ja ka thënë edhe Roldit, prandaj në një farë forme e dita përgjigjen e gjurmës, sepse ja ka thënë edhe Roldit, po megjithatë të shikojmë. Të barojmë njerë këto udhëtimet që kemi për Sa janë mundësit një plotësu dëshirën? Apo e bëni premtim live? Oh my God. Gjurma që keni me që. Pastaj duhet që qoj foto nga ndej që kemi mbajtur Gjurma premtimin. kërkoja u live. Edhe mamit edhe Roldit pushimin. Besëm që... Roldit ja ka kërkuar pushimin, po nuk e ka marrë akoma aprovimin e mamit, kështu që, okej. Dakor, vetëm kohën, kur, nuk e di, por një ditë do të shkojmë. E din. Ja, është goca e mamit, dhe do sakt, se kur... Do sakt me do... Detajiste si unë. Në këtë pjesë, në pjesën e karakterit, kam shumë gjashmëri me gjurmën. Madje shpesh se gjurma bën pak naze në ushqim, ndryshe nga gocat e mdhaja, ato hajnë më me radhë, themin në Shqipëri. E gjurma bën ndonjëherë pak naze, edhe më thonë, familja ime në Tiranë thonë se mban mend veten ti që deri 19 vjeç mami jo ty të ndishte me luk nga mbrapa, dhe kjo është shumë e vërtetë, se unë ja kam nxirr jetën në ushqim mamit, por që gjithsesi gjurma përsëri është vajza më e mirë në botë. Nuk e vëm në dyshim këtë. E lëm pak gjurmën Diola, kemi një lojë të vogël, e cila kërkon disa përgjigje të shpejta, po në ato përgjigje nuk lejohet të thuash as po e as jo. Oh my God, nuk jam e mirë në lojra. Do më thënë, jam... E provojmë. Okej. A fillojmë? Po. Atëre. Mos thuj po. Po e bëjmë edhe gjurmën pjesë kësaj loje. E bëjmë një lojë pas në lezetshme. Hajde, Diola, je e famshme. Nuk jam. A të ka ndodhur të thuash nuk dua të jam nutricioniste, dua pizza dhe çokolata. Kur nuk më ka ndodhur. A ke qarë ndonjëherë në heshtje pa e ditur askush? Kam qarë, shpesh. Çfarë? Cila është arsyeja më shpesh nëse mund ta themi që Diola çon? Po kryesisht qaj për mirë, qaj nga emocionet, qaj kur lutem dhe i them Zotit faleminderit për gjërat që më ke sjell. A mendon se dashuria e dytë mund të jetë më e bukur se e para? Çdo dashuri ka vlerën dhe emocionet e saj. A është Eroldi më romantik se sa duket? Është. A është Eroldi më xheloz se ti? Nuk është. Unë jam më shumë. A ka personazhe publike që i ke bllokuar? Ka. A do hyje sërish në Big Brother? Nuk kam nevojë. A je bërë e pasur nga profesioni? Patjetër. A ke gënjur ndonjëherë për moshën? Nuk kam nevojë. A e ka dikush pasvortin e Instagramit tënd? E ka. A ke harxuar për një veshje më tepër se 5.000 euro? Asnjëherë dhe më duket, do me thëmë për mu do t'ishte budalik për djallin, jo për tjerët, po për mua jo. A ka... Se jo! A ka diçka estetike që do të ndërhyjet të vetja? Jo, nuk mendoj që kam nevojë, thash prap jo. Jo, prap. Nuk fitoj në këtë lojë. Okej, Jona i kemi të dy të fundit. A do ndryshoje diçka nga e kaluara? Nuk do të ndryshoja. A ke thënë ndonjëherë po ose jo gjatë lojës? 2 herë. Faleminderit. E humba 2 herë. Po kjo më utoj, kjo ka. E dona i kishte thoje? Unë vetëm po rria dhe po ju përshkoja. Për ndryshe Diola, faleminderit shumë për kohën, faleminderit edhe që na e bëre këtë intervistë edhe më të lezetshme bashkë me gjurmën, faleminderit edhe ty gjurma që erdhe. Po shpresojmë që kam jo mbet një kujtim i bukur. O, patjetër, faleminderit edhe juve për ftesën, ju uroj shumë suksese, unë jam shumë pro që të shohim në cilin do profesion, fytyra të reja, fytyra të bukura, fytyra të zgjuara dhe të artikuluara, aq më tepër në fushën e gazetarisë, kështu që ju uroj shumë suksese, edhe masterizoni për herë pasionet tuaja. Faleminderit shumë. Gjurma, a ke diçka të fundit që dëshiron më ju thosh shokëve ose shoqeve që kanë me të po në televizion? Jo. Jo? Jo. Një përshëndetje? Bje një zemër. Faleminderit shumë. Faleminderit ju. Shikoj